Edhe njëherë t'ju a bëjmë me dije se ligj për përdorimin e gjuhës shqipe, për zyrtarizimin e gjuhës shqipe në Maqedoni ka. Se ky debati gjithmonë ka apo s'ka ligj, pastaj deklarata e Kurtit vitin e kaluar në konferencë në Prishtinë. Pasigurisht kjo është edhe një nga Tirana plus i dëmtoi çikeve ajo deklarata e ministrit të jashtëm, pra nuk kanë qenë barrikadë. Pa ashtu, pikërisht dua ta përmend këtë që ne për shembull nuk mund të themi në Kosovë se nuk ka ligj për themelimin e komunave të reja serbe sipas planit të Ahtisarit në vitin 2008, sepse ligji quhet ligji për kufit administrativ të komunave. Apo janë një ligj tjetër. Nuk mund të themi se Kosova nuk ka ligj për të drejtat e burgosurve, për arsye se ligji quhet ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale. Apo në Shqipëri, që më kuptoj opinioni më drejt, nuk mund të themi se Shqipëria nuk ka këshill të lartë gjyqësor, për faktin se ligji quhet ligji për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë. Nuk është me rëndësi nomenklatura. Janë të rëndësishme përmbajtja. Ajo që brenda mbajnë dispozitat ligjore. Dhe ne nuk mund të themi se nuk ka ligj për zyrtarizimin e gjuhës shqipe në Maqedoni, sepse quhet ligji për përdorimin e gjuhëve. Me rëndësi është se ka dispozita të tëra që përcaktojnë zyrtarizimin e gjuhës shqipe. Prandaj, edhe Ministria e Drejtësisë nuk ka nevojë që të futet në ujëra të tjerë, por duhet të zbatojë ligjin për përdorimin e gjuhëve, sepse ligji për përdorimin e gjuhëve është ligj special. Specialiteti i normës që përcakton përdorimin e gjuhës shqipe edhe në provimin për jurisprudencë nuk ndodhet në ligjin për provimin e jurisprudencës, po ndodhet në ligjin për përdorimin e gjuhëve. Dhe unë habitem pse Ministri i Drejtësisë nuk ballafaqohet me një përgjegjësi politike. Deputetët shqiptar mund të inicojnë përgjegjësi politike, interpelancë, dhe të shkarkojnë nga detyra për arsye se ai nuk zbaton ligjin. Përveç kësaj, ne i kemi mësuar edhe studentët e drejtësisë. Nuk mjafton vetëm përgjegjësia politike në këtë rast. Në këtë rast duhet kemi edhe përgjegjësi penale. Edhe ministri përballet me këtë përgjegjësi penale për refuzimin. Sigurisht, ruajtja e parimit të barazisë dhe mosdiskriminimit është detyrim. Në qoftë se dikush merr veprim, qoftë edhe me shpërdorim të detyrës zyrtare, dhe cënon parimin e barazisë dhe mosdiskriminimit, ai inkriminon vepër penale dhe duhet të përballet me përgjegjësinë penale. Hetimet për një përgjegjësi të kësaj natyre duhet të ndërmarrë prokurori publik dhe të konstatojë a kemi shpërdorim të detyrës zyrtare, a kemi një dëm konsekuent juridik dhe a kemi shkelje të ligjit për përdorimin e gjuhëve. Dhe sipas mendimit tim, të tre këto segmente janë të konsumuara nga Ministri i Drejtësisë dhe ai duhet të mbajë edhe përgjegjësi penale. Sigurisht që duhet të konsumohen edhe aspekte tjera institucionale. Maqedonia ka komision për mbrojtje nga diskriminimi. Pavarësisht se ky komision të duhet ex lege të inicojë procedurë ku shkilet parimi i barazisë dhe mosdiskriminimit. Por edhe studentët kanë të drejtë, kanë tagër që të bllokojnë dyert e këtij komisioni duke deponuar para shtresë. Të njëjtën gjë mund të bëjnë edhe përpara gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese përveç mbrojtjes së parimit të kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë, ka edhe një detyrim tjetër që të mbrojë liri dhe drejt. Profesor, tani ju dëgjoj se pati një shkëputje të vogël. Pra, për ta vazhduar aty ku e lam, pse nuk e kanë ndjekur studentët këtë rrugë institucionale? Po sigurisht që tani nuk përjashtohet mundësia që edhe këto dyta ata edhe ti konsumojnë këto gjëra, me siguri ju kanë lënë edhe aktorëve të tjerë, sepse studentët kanë një kulturë juridike për të kuptuar se detyrimi është edhe i prokurorit të bëjë hetime për shpërdorim të detyrës zyrtare të Ministrisë të Drejtësisë vis-a-vis shkeljes së parimit të barazisë dhe mosdiskriminimit. Apo edhe atë që thash paraprakisht, Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi, avokati i popullit, po edhe gjykata kushtetuese ex lege mund të inicojnë procedurë për mbrojtjen e parimit të barazisë dhe mosdiskriminimit. Sigurisht që studentët shqiptar të fakulteteve drejtësisë u kanë lënë hapësirë këtyre institucioneve që ata dhe të veprojnë.
Në qoftë se ata nuk veprojnë ex lege, sipas detyrës zyrtare, sigurisht që do të inicohen qoftë nga studentët ose nga aktorët tjerë në vend, të cilat kujdesen për interesat legjitime të shqiptarëve. Kjo është betejë midis politikës e juridikës, por edhe ministri i drejtësisë nuk besoj që e bën atë me kokën e vet atë zbrapsjen, pra kryenësinë, sepse pavarësisht ndoshta e jep të fuqi, aty i buron. Po pavarësisht asaj, tani kush do të qëndrojë në atë zinxhirin e përgjegjësisë, nëse pas ministrit do të del që të prononcohet edhe kryeministri, po njëjtë edhe ai nuk amnestohet nga përgjegjësia penale ose nga përgjegjësia tjetër politike. Kushdo që do qëndrojë pas ministrit të drejtësisë